Përshëndetje juve dyjave. Edhe ty përshëndetje. Po ju përshëndet Shukrirët Kocin nga Ferizoj me veshje kombëtare. Urime festa pavarësisë juve dyjave. Urime krejt shqiptarëve të rruzullit tokës shqiptare. Faleminderit shumë. Më thuaj, cila datë emocionon më shumë? Dëgjoni Agjes, nga një mirë të dyjat edhe këtë bota që po në ndëgjon përmes këtij televizioni kanali 10. Të gjitha këto 3 data që i pasni publikue, të 4 data që janë shumë karakteristike, shumë kombëtare. Këto janë, domethënë, janë data historike për këtë kombin shqiptar, jo veç për Kosovën, jo për Shqipërinë. Po për mua data më karakteristike është 24 marsi. Dëgjoni, kur kanë filluar bombardimet e NATO-s ndaj Serbisë kriminale, ndaj Serbisë genocidiale, unë e kom di që ka më bo fitoria. Pa marë parasysh, a me 1 maj, a për 15 maj, a 12 qështu, e kom ditë fitoria është gronë të kuq. Pastaj, e kom ditë që ka mu shpallë pavarësia. A me 17 shkurt, a me 5 Ku ke qenë kur është shpallë pavarësia e Kosovës, më thuaj? Qish? Ku ke qenë kur është shpallë pavarësia e Kosovës? Jem kohën në salon të përqiel seancën parlamentare për shpalljen e pavarësisë. Po. Domethënë, për mua ka qenë data festa me madhe 24 marsi, sepse 24 marsi e kom ditë që kam